Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të konë Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje, kërkojmë selavatet ja çojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe kerejtë muslimanëve që ja kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu jena ende në hadithin e parë të 40 haditheve të Imam Neveviut, që Imam Neveviu ka është emru ose nifet libri 40 hadithet. Edhe pse në to, kur ti numërojsh janë 42 hadithe, e disa kanë thonë janë 43 për shkak se me një vend ka punë 2 hadithe, rivajet. Ato nifen tani hadithin veti. Po merren si nifen 40, se në gjuhën arabe edhe nëse përmendet kur përmendet 40 40, edhe nëse lum pak më nalt, se nuk ka problem apet, nuk del prej emrit 40, s'ka problem. Kjo. Hadithin e parë jam duke folur dhe hadithi thotë se pejgamberi alayhis salam ka thënë innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen sipas niyeteve. Dhe krejt jam duke folur të ç'kjo. Sa rëndësi ndinin Islam, në fenë Islam sa rëndësi ka niyeti. Me pos niyetin e pastërt, me pos niyetin për Allah, me pos niyetin që veprën për mu të shpërbly vepra jote tek Allahu me kon për Allahun Azza wa Jall. Unë për përmendi sot penizme një hadith, sot më tani me vazhdu, një hadith që të regon rëndësin e njetit. Rëndësin e njetit. Prej tyne, po e përmendi hadithin që vjen prej Ebi Kebeshet el-Namari, sahabi, i cili na të regon neve dhe hadith është pak ma i gjatë, e kom shkurtu veç pjesët që ka punë vinë mu. Dhe në këtë hadith, që tha pejgamberi alayhis salam, innama dunya li arba'ati nafar. Dunjoja është për 4 njerëz. Ose 4 lloj njerëzish e rrethojnë dunjon. Ose dunjoja përbëhet raca njerëzore, përbëhet prej 4 lloj njerëzish. E qartë? Do ta sjellim monument. Këtë hadith do ta sjellim për me tregu sa i rëndësishëm është njeti. Qëllimi, sa i rëndësishëm është, për këta të ta sjellim këtë hadith. Cilët janë ata? Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, këta 4 kategori njerëzish që përbëjnë njerëzimin, botën që përbëhet për tyre, tha është i pari, është abdin, thët, ose abdun razaqahu Allahu malan wa ilman, fa huwa yattaqi fihi rabbah, wa yaslu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fa hadha min afdal al-manazil. E para, kategoria e parë njerëzve, lloji i parë njerëzve janë ata njerëz të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët Allahu i ka dhënë furnizime, i ka dhënë mall, i ka dhënë pasuri dhe dijeni, pasuri dhe dituri. Ja ka dhënë një dije, mashallah fetare të mirë, por edhe pasuri i ka dhënë. E tash ai për shkak të dijes së tij që e ka, i tutet Allahut Azza wa Jall. Kjo i taqi rabbe, i tutet Allahut Zotit, është për qëllim i largohet ndalesave krejt dhe i kryen obligimet, shkurtesë. Pra i tutet Allahut. Tjetër çka bën? Me pasurinë që Allahu ja ka dhënë atina, ai i forcon lidhjet farefisnore. Alayhis salam. I përmban ose i forcon lidhjet farefisnore me pasurinë. Kur e shet që një i afërm i tij ka nevojë për mjë gjind atina për pak para, për mja hek një det, një bërç, një bela, ose një diçka që kërkohet para, që kjo tash i pasur dhe i dituri, kjo ka edhe i ditur edhe i pasur, niveli i parë njerëzve, edhe po ju ndihmoj kanë njerëzve, kur ata kanë nevojë, këshit e tyre, farefisnia tyre, kështu lidhet, hadithi po e përmend, farefisnia tyre kur kanë nevojë, ata i rinë gati dhe ja dhojnë hakun asoj pasurie shka ka. Kur është puna për me dhënë zëqatin, ata e dhojnë zëqatin,
se janë njerëz të dijes, edhe pasuri kanë, kur është puna për mja dhonë zëqatin, edhe zëqatin, bili ata e tjerin dhe ndreshin mije, që është që me dit kujt me ja dhonë zëqatin, edhe kështu me radhë, po kjo ka niveli parë. Niveli parë, tha pejgamberi për shkurtaj, ati që Zot ja ka dhonë edhe dijen, edhe pasurien, edhe diturin, edhe pasurin, edhe pasurin e ti e përdor për hajr, për të mira, për bereqet, për mimojt lidhjet faratisnore. E çfarë vlere kanë këta? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këta njerëz tha, fa hadha bi afdalil manazili. Ky është njeriu në pozitën më të mirën tek Allahu. Ky është njeriu më i miri. Cili që ka njeriu më i miri? Ai që pas ka dije edhe pasuri. Din ku me përdor pasurinë e tij dhe përdor për hajër. Ky ka në pozitën më të mirën. Tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam, kjo është niveli i parë i njerëzve, ose kategoria e parë e njerëzve. Kategoria e dytë që përmendin këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyya, yaqul law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulanin fa huwa bi niyyatihi thot fa ajruhu ma siwa." Eta është kategoria e dytë e njerëzve, është njerë që Allahu ju ka dhonë dije. Ju ka dhonë dije, por nuk ju ka dhonë pasuri. So njeri sot në rruzullin të kësor, kanë dijeni, por s'kan pasuri. Edhe ndodhë dhe kundër ta që do t'i përmend në vazhdim. Por këto tash kategoria dytë e njerëzve, kanë ata që dije pasken, por pasuris pasken. Edhe thujnë me njetet e tyre. Përsa këna pun hadithi me ka dhu sa e rëndësishëm është njeti. Edhe thujnë ata, bre, me njetë mirë, sinqert, si kur të kish mi pos, se këta të dijes janë, për pasuri s'kanë. Thujnë, si kur të kish mi pos edhe na, pasuri, si kur këta të tjertë shuk të tunë të dijes, si kur të kish mi pos pasuri, edhe na, si kur këta kishmi me përdur, edhe na qysh për përdurin këta për hajrë. Kishmi mi forcu lidhjet faratisnore, kur kishte pas në një i afër milioni nevoj për mi ndihmu, i kishmi ndihmu, edhe kishmi përdor për hajër pasuri. A di shka tha pejgamberi sa për këta njerëz? Që unë po du mi përserit pak që ju me ju ngulit, se nëse veç që ky hadith ju ngulitet në kry është i mjaftueshëm. Por e para ke kodije dhe dituri. Niveli dytë kodije, e para ke kodije dhe pasuri. E dyta ka dije, por s'ka pasuri. E këta që kanë dije dhe s'kanë pasuri, po thojnë sikur me njetin e tyre. Sikur të kishmi edhe na pasuri, dije kemi, na dije ata dije, vetëm se sikur të kishmi pasuri, kishmi dhonë edhe na sikur grupi parë. A di çka tha pejgamberi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këta tha, fa ajruhu ma sawa. Shpërblimi i këtyre dëve është njëjtë. Haxhi. Shpërblimi njëjtë. Veç ka përse që senet lidhën të njeti. E ki njetin e pastërt, nështë ati asë një sen se jep, njeti jëtë i pastërt të banë, që njeti jëtë për Allah e i sinqert, dhe banë ty me pas shpërblim, si kur aj që po jep edhe ku me di sa jep prej parave të ti. Ndërsa ti s'po jep. Sa i rëndësishëm ka njeti, por këtu është një rëndësi tjetër. Është edhe dija. S'kemi dije, e din se çka kërkohet. E din çfarë vlerë ka njeti, sikur të kisha pas. Nashta njëri prej kësaj pjesës të hadithit kuptohet kështu. Bes. Për shembull, njëri i jep 1 milion euro. Ky tjetri, ajo është edhe i dijes, edhe ka pasuri 1 milion. Na kemi njoft, edhe kemi me përmend inshallah kur të jam për sadakon nalt, kur të vjerandi me fol, do t'i përmend me se sa kanë dhënë të port, miliona edhe më shumë se miliona. Edhe hadle ka kësi njerë që dhojnë. Mirë, po tash ti ky tjetri i dijes se sikur të kisha edhe unë milionat, sikur filani i dijes, edhe pasanik, kisha me i dhonë edhe milionat. Veç pse ka këtë mendim të mirë. Veç pse ka këtë njetë të mirë. Pejgamberi tha ajruhu ma sawa. Shpërblimi i tyre është i njëjtë. I njëjtë me ty si i dijes që nuk dhove cent, e a i dha miliona, veç pse i pastërt njëtë shpërblimin e milionave dhe ti. A e vrejni sa i rëndësishëm është njëti. Ndërsa
Te na ju kështu nuk figuron fort, po figuron e kundërta. Nëse del një i dijes dhe i pasur, jep miliona dhe kontribon për hir të Allahut, ky tjetri ju që thot sikur të kisha pas, edhe unë sikur ky, po xhelezan. Ja nisë xhelezan. Se ka për Allah, nuk ka për Allah. Edhe ja nisë akuza për personin. Amo nëse ki njëtin e pastë shpërbimi jot me milionat e tij, edhe është edhe ju ti njëjtë nëse ki dije. Ky niveli i dytë. Niveli i tretë i njerëzve. Edhe kategoria që rrethon botën e treta, cilët janë, tha pejgamberi alayhi as-salatu was-salam, tha abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Kategoria e tretë, haxhi, është që një njeri që Allahu e para ke që përsëriti për mi ungulin kry. E para ke, ai që ka dije edhe ka pasuri. E mojt men? Ky niveli më i mirë, tha pejgamberi, më i larti. Niveli i dytë është ata që kanë dije por pasuri s'kan. Këta me njetin e tyre e arrin të ai pari. Niveli i tretë është ata të cilët tha pejgamberi alayhis salam, Allahu ju ka dhënë pasuri, por s'kan dijeni. E pasha Zotin që si njerëz në ditët e sotme ka shumë, që kanë pasuri, po s'kan dijeni, s'kan dituri, s'din ku e përdorin dhe s'din ku e çojnë atë pasuri. Edhe ati që tha, këta njerëz, tha pejgamberi alayhis salam, tash ti dije s'kan, pasuri pu, niveli 3. Dhe ja nisin, dhe kanë pasuri, ja nisin me përdor pasurinë e tyre veç për sherr. Veç për sherr, veç për të këqija, veç për largim prej rrugës së Zotit dhe gjunohe dhe mëkate. Veç për keq i përdorin pasurinë. Zoti Allah këtë nimet, pasuri po për shkak që s'kan dije, s'din me përdor, edhe përdorin për keq. A di çka tha pejgamberi për këtë nivel të njerëzve, niveli 3 është ky. A di çka tha pejgamberi? Për ta tha fa hadha bi akhbatil manazil. Kjo kategori njerëzish janë prej më të prishurve, prej më të këqijve, të racës njerëzore. Cilët ata që kanë pasuri, por s'kan dijeni. Pasurinë e tyre e përdorin veç për sherrë për të këqija. Sa për të mirë s'përdorin. Këta janë prej më të këqijve, tha pejgamberi alayhi as-salatu was-salam. Dhe juve kësi njerëz mendoj që edhe juve ju rrethojnë në ditët e sotme që kanë pasuri, por veç për keq nuk figuron asnjë në shkëtet në rrethin e atij njeri, çka e njohin atë njeri, së në gjon një me thon po që kë me pasurinë e tij ndreshin një xhami, ose që kë me pasurinë e tij ndreshin një shkollë, ose me pasurinë e tij, për shembull, i shkollaj kaç talebe, kaç nxënës të dijes. I asgjon kushto hajër. Ka i kanë ta veç ka ban veç kë me pasurinë e tij që ka milionat. Vallai kë me pasurinë e tij veç dallavere ban. Veç këqia, veç pagu njerëz për më bon dallavere dhe për më mbyt në 70 njerëz, po më veç këqia. Për këta njerëz ta pikasëm janë njerëzit në pozitën më të keqen që ekziston, janë këta, kategoria 3. Hajde ka pak përsëritë edhe çdo, se s'po më thonë më shumë se këtë hadith, edhe pse këtë hadith do ta zbërtej në hanes tani më shumë. E para është njerëzit që kanë dijeni dhe kanë pasuri, më të mirë janë këta. Dhe përdorin për haj pasurinë e tyre. Njerëzit e dytë kanë dijeni, por s'kan pasuri. Këta me njetin e tyre e morrin shpërblimin e të parëve. Niveli i tretë janë ata që kanë pasuri, por dije s'kan hiç. Piç di me hesë dhe ma hongër me pi. Kur gjë tjetër. S'kan dijeni, për sherrë përdorin, ma të këqita janë. Edhe i katërti nivel, me këton përfundojna, edhe niveli i katërt i njerëzve, tha pejgamberi alayhis salam, janë ata të cilët as pasuri s'kan, shkret, por as dijeni s'kan. As pasuri, as dijeni. Edhe çka thojnë ata? Thojnë, sikur të kishmi posa në milionat. Kishmi me vepru sikur që ta para neve. Si që ata njerëz të këqij. Nuk thojnë sikur ata dijes të partë. Por si që ta, këta të partë i përdorin pasurinë e tyre për të këqija, për zina, për vjedhje, për të këqija veç. Thojnë sikur të kishmi posa edhe na, s'kan as dije as pasuri. Kishmi me përdorë si që ta, tha pejgamberi edhe këta e morin shpërblimin e njëjtë sikur që atyve më të këqijve. E më të këqijt cilët kanë pasuri për s'kan dijeni dhe përdorin për keq pasurinë e tyre, por ato pse e pruna çet hadith. E pruna me kallëzu se sa i rëndësishëm është njeti.
Se jemi të folë për hadithin e parë të 40 haditheve të Imam Nevevijut, veprat shpërblehen sipas njeteve. A e pe ky niveli i dytë, me njetin e tyre e arriti nivelin e të parëve. Edhe ky i fundit, me njetin e tij të keq, e arriti ato nivelin e njerëzve më të këqij. Këtë hadith e ka transmetuar Imam Tirmidhiu, dhe ai vetë ka thonë është i mirë dhe hasan sahih, dhe Sheikhul Albani ka thonë hadithi është i vërtet, por ky hadith don sqarime. Sqarimet mbetin për herën e ardhshme. Lutë Allahun të na falë në mëshirën, lutë Allahun azza wa jall në xhenetën e çantën e bashkëna kulli qouli hadha, astaghfirullah li wa lakum.